Në fakt sot nuk jemi mbledhur thjesht dhe vetëm për të festuar një fitore, por jemi mbledhur për të nderuar një histori. Një histori 35 vjeçare të Partisë Socialiste Shqipërisë, që fatmirësisht në këto dekada tranzicioni është unifikuar me historinë e Shqipërisë. Kanë qenë 35 vite jo të lehta, 35 vite sakrificash, përplasjesh, ringritjesh, por dhe fitoresh. Ishte merita e një grupi burrash dhe grash, trish dhe trejash që në 91-shin kuptuan dhe patën kurajon të themelojnë Partinë Socialiste Shqipërisë, duke e transformuar nga një forcë e vjetër politike drejt një force europiane me profil social-demokrat. Në fakt, nuk kanë qenë vitet lehta. Kanë qenë vitet turbullta për Shqipërinë dhe vitet vështira për Partinë Socialiste. Por ja dolën në një kohë të vështirë përballë një qeverisje që kishte humbur gjithçka, por vetëm orientim dhe ADN kombëtare shqiptare nuk kishte. Merita e këtyre burrave dhe grave dhe e këtyre themeluesve qëndron në faktin sepse ata ju thanë shqiptarëve duke ju kundërvënë pushtetit të kohës që Shqipëria nuk ka nevojë për hakmarrje politike. Shqipëria ka nevojë për pajtim, Shqipëria ka nevojë për transformim, Shqipëria ka nevojë për demokraci. Dhe pa atë akt të jashtëzakonshëm kombëtar të themeluesve, sot nuk do të kishim këtë Parti Socialiste që kemi. Ndaj një mirënjohje dhe respekt për të gjithë themeluesit e Partisë Socialiste në qarkun e Dibrës, në Dibër, në Mat, në Klos dhe në Bulqis, mirënjohje për ata, por dhe për ata që nuk gjenden sot midis nesh, sepse kanë ndruar jetë. Por familjarët e tyre, unë jam i bindur që një pjesë janë sot të sallë dhe një pjesë janë me shpirt dhe me zemër me Partinë Socialiste. Por ju e dini, qeverisjen tonë nga 97 në 2005 e morëm shtetin në tokë, barkas, e ringritëm, ndërtuam institucionet, konsoliduam shtetin, por në vitin 2005, për gabimet tona, ne kaluam në opozit, duke rikthyer përsëri në pushtet të njëjtin njeri, të cilit ja kishim parë sherin për 6-7 vite me radhë nga 91-shi deri në 96. Por në vitin 2005, ku shumë kush mendonte se Partia Socialiste e Shqipërisë kishte hyrë në një krizë pa kthim, në atë moment socialistët shqiptar dhe progresistët shqiptar sollën në krye të Partisë Socialiste dikë që kishte rilindur shpresën për Tiranën, për kryeqytetin e shqiptarëve. Sollën në krye të Partisë Socialiste njeriu që nuk erdhi në krye të kësaj partie për të administruar humbjen, por për ta transformuar Partinë Socialiste drejt një partie fituese që nuk njeh më kundërshtar.